kur shkon ky delegacion i Allahut xhelle xhelaluhu dhe ata kërkojnë të takohen me Lutin, shihen se janë ndryshe dhe takojnë. Luti alayhis salam kishte një frikë shumë të madhe që t'i priste. Nga bukuria e kupton se mund të mos jenë mysafir të rëndëmt. Luti ka pas gostëri dhe ka pas odën e hapur, por aty ishte shumë e njohshme që nuk e duronin mysafirin ata. Dhe në atë rast ata insistojnë që të takohen me Lutin. Luti donte të takojë, thotë, jo, ne duam të vim tek shtëpia jote. Luti kërkon që të mos i marrë në shtëpi. Nuk ka besë nga populli që të marrë mysafir, se ata nuk i pranojnë mysafirët. Ata insistojnë, thotë, pa i treguar se kush janë, ne do të vim tek ju në shtëpi dhe jo ndryshe. Kur kësaj ata insistojnë dhe veprojnë, ai thot, ata ne do të shkojmë, por do të shkojmë në një pjesë të natës, që njerëzit të mos e hetojnë që ai ka mysafir, sepse po të dihet një gjë e tillë, ata do të shkojnë t'i sulmojnë pse ti pranojnë mysafir, pra do t'i kestrajtojnë mysafirët, e madje prej kestrajtimit do të jetë edhe tentativa, ndoshta Allahu alem, edhe për të bërë veprimin makabër, atë rast të bëjnë marrëdhënie intime me ta, duke qenë se duken të jenë meshkuj të zënë. Ashtu dhe ndodh, ata shkojnë natën, në një pjesë të natës, aty e takojnë pra Lutin dhe takojnë familjen e Lutit, dhe aty e tregojnë pastaj për qëllimin e shkuarjes në këtë vend. Ne e dim se ti e ke bërë mundin tënd, e ke dhënë maksimumin, që këtë popull ta udhëzosh dhe ta drejtosh, por ja që këta nuk kanë marrë mësim, nuk kanë treguar interesim që të ecin hapave tu dhe të marrin më të mirën e mundshme nga mësimet qiellore, hynore, por ata kanë vazhduar me dukurit e tyre negative dhe ne tani do t'i dënojmë. Këto fjalë i dëgjon edhe gruaja e Lutit, e cila edhe në këtë rast bashkëpunon me popullin. T'ju tregoj atyre natën se ne kemi mysafir, pra pikërisht ajo frika që ishte e Lutit alayhis salam, ishte e pamundur që ajo të dilte nga shtëpia, po çfarë bëri? Doli mbi shtëpi, pra mbi ndërtesën që e kanë pas, dhe ndezi zjarr. E zjarri edhe tymi në atë kohë e hiri, pluhuri, kanë qenë shenja që e kemi mysafir. Ne për këtë arsye, pra po djegim zjarm, sepse në atë kuptim po pjekim mish, ose po gostisim dikën. Populli e kuptuan që aty ka mysafir dhe shkuan për të nxjerrë mysafirët jashtë. Luti përgjigjet se nuk është askush këtu i huaj brenda. Ata kuptojnë, thotë, du t'i nxjerrësh mysafirët jashtë. Ke mysafir. Luti në atë rast bën një taktikë, nxjerr vajzat e veta, thotë, këto janë që ne për këto kemi ndez zjarrin, pra. Ju nëse keni për të vepruar diç, urdhoni. Kjo është familja ime. Ata me insistim kërkojnë një gjë të tillë që të takohen, në atë rast ballafaqimi është tepër i dëmshëm. Mysafirët e Allahut xhelle xhelaluhu në tokë, mysafirët e Lutit alayhis salam, për Lutin ishin të mirë, por për popullin zullumçar që edhe tash po e shohin se çfarë po veprojnë, edhe kur Luti po i thotë mos më turproni para mysafirëve të mi e tjera, ata prap nuk kuptojnë, atëherë ndodh ajo që është më çuditshme.